Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku jam pranë jush, sot pak më ndryshe, në fakt për të ndarë një lajm shumë të bukur. Besoj që të gjithë jeni kureshtar pasi që keni parë storyt e Kiarës dhe ju është rritur kureshtja se çfarë konkretisht Kiara Tito po feston sot. Përsi janë ato story, përse është kthyer ai moment i bukur gëzimi, dashurie, një moment që në fakt 2 vite më parë, ne u pasionuam shumë kur e morëm vesh se çfarë do të lindte Kiara. Do me thënë, sot Luizi dhe Kiara bëjnë 2 vite që kanë marrur titullin e prindërimit, kanë kuptuar që në jetë do t'ju vi e mrekullueshmja vajza e tyre, Luna Marin. Do me thënë, janë 2 vitet kur Kiara ka kuptuar gjinin e bebushit të saj. E lumtur, e gëzuar, mirënjohëse ndaj krijuesit, mirënjohëse ndaj Zotit, Kiara Tito sot ka bombarduar rrjetin e saj social Instagram, duke ndarë me ne fotografi të ndryshme, duke ndarë me ne momente të ndryshme dhe duke qenë mirënjohëse për familjen, për dashurinë, për lumturinë që Zoti në fakt i ka sjellë dhe po i sjell çdo ditë. Ajo i ka ndarë këto foto me publikun dhe unë njëkohësisht doja t'i ndaj me ju në shenjë respekti të këtij çifti dhe me patjetër për të marrë mendimin tuaj, si e keni parë ju dashurinë e Kiarës dhe të Luizit pas përfundimit të Big Brotherit, si janë emocionet e tyre dhe çfarë konkretisht do të ndodh me këtë çiftin, sepse edhe Luizi pikërisht ditën e sotme që unë e kam komentuar në një video më herët, kishte bërë një lëvizje interesante ku kishte publikuar edhe një fotografi që ndoshta vjen nga filmi i tyre. Dua të marr mendimin tuaj.